Përshëndetje miq, jemi këtu, episodi radhës tek vlog, tek platforma që mund themi te vlogu dhe ja ku jemi, do shohim Partizanin se më duket shumë keq kur e them Partizanin, më duket se vetja si gay, po që ja, do shohim Partizanin këtu në stadium, te stadiumi Tufini, ishte hera parë edhe për mua, edhe nuk e di as rrugën, kështu që ishte një dy polica këtu që i pyeta valla ku iket, që më ndihmon, bëj thirrje Partizanit klubit, veni ca tabela vlla, se për ne tjerë që s'kena ardh, për kot për kështu, jo se du me bë kritikën ose du me marr vëmendje, po që vërtet nuk disha se si me u fut këtu në me gjetë stadiumin në rrugica të paktën ose rrugica parë. Gjithsesi e gjeta, rruga o donte çik më ushtru nga fillimi, po që ishte në rregullim me sipër, kështu që nuk e kritikoj dot në këtë pjesë. Deri tash shoh shumë tifozë që po vinë, vend parkimin kishte këtu, kështu që shohim dhe stadiumin rreth e përqark, më diqen sa kanë dalur edhe lojtarët në fush, them drejtën dhe shifni dhe video mas sajt që nuk ka shumë tifoza, më shumë nga këtu te Bëgnishi, pastaj ka krau të tjera, vende tjera. Nuk ka shumë tifoza, po që të shumë tuj ka, them drejtën, abisme në Gjermon ka shumë, angles, British English man, mate, edhe gjona tjela, do me thonë, edhe ta shohësh ky krau, ta shohësh në përballë, do kthej kamerën, ta shifni dhe në shifni vetë që është totalisht bosh edhe në shifni nga pasyrimi edhe nga kësaj syzeve të mia, po që nuk ka shumë njerëz, nuk ka kështu, po që të shohim i top më mirë dhe shpresoj që të bëhet në gol ta kapim në kamerë. Është minuta 12 dhe kemi akoma ndeshjen që është flamurtari që duke fituar kundër Partizanit, Dinamo dhe Tirana. Dinamo e ka me Gnatin, Tirana e ka me Durrësin që janë barazim të dyja. Vllaznia duke fituar me Bylisin në Shkodër, kemi dhe gjë më e çuditshme që më ka ardhur deri tash, është Vora duke fituar ndaj Basonit, është minuta 12 edhe atje domethënë kanë filluar gjithë në orën 4 e çuditshme. Kemi edhe nëse ngjoni korin e tifozëve gjerman të Partizanit që bëjnë tifo për Partizanin, sepse pjesa tjetër thjesht po shijojnë ndeshjen dhe po shohin ndeshjen. Sigur po më thon, po çfarë bëjmë pas dite, hajde po shohim një ndeshje. Përsëri aksion Partizani, krosi dhe jo, heqin mbrojtësi. Po që deri tash një lojë, tash ka 2 minuta që Partizani ka marrë veten. Flamurtari është mbrojtje, po pret ndonjë kundërsulm edhe po fillon kundërsulmi në këtë momente. Dalja e bukur e lojtarit 9. Topi i bukur. Futet në zonë. Bukur. Tet portieri, bravo Porta. Bravo Porta Partizani. Super pritje. Bravo i qoftë. Kemi tash që ka filluar pjesa 2, tash të themi rezultat, Dinamo duke fituar 2-0, Vllaznia barazim. Kemi edhe 1-2 Partizani me Flamurtarin, 0-0 Tirana, Vora vazhdon akoma duke fituar, që ka mbyll pjesa parë. Edhe këto janë ndeshjet, nëse kam harruar në ndeshje s'pem pa mend gjithë tash. Po të shohim tash edhe pjesën e dytë. Kanë dalë disa lojtarë në zemët Partizanit, kështu që do shohim çfarë do ndodhë në pjesë 2 dhe fitoft më mirë.
Tash është minuta 60 edhe akoma Partizani është totalisht në golin tentativë për golin e barazimit. Teutës ka pas ndonjë rast, Partizani ka pas disa raste, po që në fund fare nuk po gjen dot atë pasën e fundit për goditjen për të bërë golin e barazimit. Pastaj kemi Dinamo 2-0 që vazhdon akoma edhe këtu 1-2 është akoma ndeshja. Kemi edhe Elbasanin që ka barazuar me Vorën, që është gjë interesante, që i bën punë Tiranës në atë punë për çështjen e mos merron nga kategoria. Kemi edhe pastaj Vllaznin që është barazim po ashtu, që do të shohim dhe të shohim ndonjë rast këtu, atje rast Partizani, po që deri tash akoma nuk po gjen dot. Dy goditje në port por kanë qenë qendrore në atë moment, më shumë ka qenë devijime dhe goditje për jashtë porteve. Partizani boni golin, po që ishte uqit offside pa nga arbitri dha vendimi i çik, pa edhe Vllaznia kishte qenë offside, nuk kishte qenë 1-0, se kam thënë 1-0 më para dhe akoma nuk e di sa kanë shkuar ndeshja, nuk e kanë kontrolluar. Po që do të them fund ndeshje sa do mbyllen pjesa parë dhe shijoni videon edhe e dini juve çfarë lëvizjen çfarë do të bëni. Hier, we gaan laten lopen. Kika. Hij moet nu dat hebben. De tweede hier op de pasje. Maar Silver trouwens. Dhe ja, unë dole që më është minuta 80, ka bo dhe golin e tretë flamurtar, 1-3, 1-2, deri diku e luajtur mirë, po që pa finalizime nga ana Partizanit, po që kemi një flamurtar që bë kundërshturme, super kundërshturme interesante, dhe ka një konkretizim, një sulm më të mirë mund të themi, te goli në këtë ndeshje, se në përgjithësi nuk e di se ka një arsye, është që është në atë vend. Kemi Bylisin që kishte shënuar gol kundër Vllaznisë, dhe Tirana po ashtu ka bërë një hap shumë afër për shpëtimin ndaj zonës play-off për me rënë në kategorinë e parë, që është duke fituar në Durrës kundër Teutës. Kështu që më shkruani komente çfarë stadiumi tjetër le të ikim, edhe mos harroni bëni like dhe shpresoj
Ju ketë pëlqyer kjo video.